ftesa për seancë mund të bëhet edhe si seancë e jashtëzakonshme me 40 nënshkrime të deputetëve dhe jam e bindur që ajo do të ftohet me kohë në mënyrë që të respektohen afatet kushtetuese për formimin e qeverisë, kurse në anën tjetër unë nuk mund të paragjykoj se cili do të jetë rezultati i votimit. Me rëndësi është që seanca të ftohet brenda atij afati dhe pastaj është në duart e deputetëve dhe në duart të partive politike se çfarë diskutojnë mes vete. Këto janë procese në të cilat nuk kam ndërhyrë më parë dhe nuk mund të ndërhyj as tash. Kam pas shpresë që do të ftohet më herët bazuar në biseda që kemi pasur. Janë vonesa diku 9 mujore që si kam as kërkuar, as përkrahur e as shkaktuar unë si presidente. Që 9 muaj i kemi pritur, partitë politike, deputetët e Kuvendit të Kosovës, kam shpresuar që do të tregojnë durim për këto 2 javë, për cilat unë kam respektuar kushtetutën dhe nuk kam bërë asgjë tjetër. Pra në asnjë moment nuk ka qenë qëllimi im që të shkaktoj ndonjë vonesë. Vonesat janë shkaktuar nga të tjerët, të cilët, siç e dini, që 9 muaj kemi pritur, ka pasur vonesë pas vonese, megjithatë tash po i vjen fundi gjithë proceseve dhe të mërkurën ta shohim se çfarë do të ndodhë. Disa javë që ekipi im ligjor, një ekip jashtëzakonisht profesional, kanë analizuar të gjitha mënyrat e mundshme dhe kanë ardhur në konkluzion që mënyra e vetme që kjo të kryhet ligjërisht dhe në njëjtën kohë që të kryhet shpejt është formimi i komisionit. Dhe si presidente kam treguar gatishmërinë e plotë, kam bërë thirrje publike, kam treguar gatishmëri edhe që të takohem me partitë politike dhe në vend se të mirëpritet një iniciativë e tillë, është arsyetuar se cili njeri që po e bllokon formimin e komisionit. Kjo është diçka e padëgjuar dhe e paparë për mua, sepse nëse dikush dëshiron që të rregullohet çështja e pagave, atëherë kërkesa është tepër e thjeshtë. Nuk ka ku të shkojë më thjesht. Formohet komisioni sepse Kuvendi është i konstituar tashmë. Pse po mendoni që dikush duke formuar komisionin bën ndonjë koncesion ose kompromis? Nuk ka kompromis aty. Edhe ashtu ju bjen shkurt me qenë kryetar të atyre komisioneve. Ose ju bjen një herë, ose ju bjen brenda 4 muajve ta zëm në qoftë se krijohet qeveria 3-4 herë me u mbledh. Nuk është ndonjë privilegj i jashtëzakonshëm. Pra, krijohet komisioni dhe për 5 minuta miratohet.